Fotografia është pikërisht për ditëlindjen time, ku unë kam udhëtu për Turqi, po e nis tek mënyra se si e kam zbulu që jam me diabet. Zakonisht nonat i parandjejnë gjanat, po na shpesher nuk ju besojmë. Edhe nona jam me disa javë rresht, në janarin e ati vitin 2021, shko kontrollohu, shko se ndjeke që diçka nuk është në rregull, po me gjithatu nuk vresha në ndonjë ndryshim tepër të madh, po rash pak në peshë edhe kom pas goxha shumë tharje të fytit. Janë disa simptoma që shfaqen, që njerëzit që normalisht aso nuk i kam ditë sepse e kam ditur si smundje, po nuk e kam ditë simptomat e gjanë dhe s'm kishku ndonjëherë mendja. Edhe një ditë prej ditësh vendosim me dëgju nonën edhe shkoj me i bo pasionin e gjakut analizat. Edhe kur shkoj me ma rezultatin, do më thonë, ka qenë një prej momenteve ndoshta ma të këqija që e kom përjetu në gjithë këto vite. Shkoj me ma rezultatin edhe më pyet ai laboranti, laboratori ku i kisha bo, më thot, a je me diabet, sa i ka mendu që e di. Thash, jo. Edhe kjo pjesa e 3 mujorshit, do më thonë kjo këgja e lartë, e pata një blackout, kështu shumë, si djallë astret normalisht, shumë i lidh me familje. Nuk është që mendoj vetën, edhe akoma nuk është që ma tepër e mendoj pjesën se si ndikon të prind. Ama diabeti është sëmundje që e mban në kontroll. Po. Është lajmit të rëndit, po fatmirësisht është sëmundje që e mban në kontroll dhe jeton jetën normalisht. Po, shqyr. Edhe ka qenë shumë e vështirë, dhe më thonë, unë jam i martum edhe në ato momente kom thirë grunë tem në telefon, edhe kom thirë më arë me marë, se dhe më thonë, kam betë atës, ka qenë shumë... Ashtu e përjetove, ishte shokuse për ty. Po, edhe nuk kom ujtë me besu, kom shku edhe një laborator tjetër, prap i kom bo dhe prap më kanë dalë vlerat e për afërta. Edhe si përjetim ka qenë shumë përjetim i rëndë. Si e njëti bashkëshortja? Ajo në fakt ka qenë shumë supportuese. Normalisht që i ka ndiku tepër, por ndoshta në prezencë tem nuk e ka shfaqe dhe ka qenë konstant me mu në çdo moment. Në çdo sepse prindemi, si gjithë prindrit shqiptar, nuk e dia kalon mjak pa mësu. Sidomos në atë vështirë ka qenë, domethënë, mjak kumtu lajmin nanës. Ajo ka qenë ndër momentet pak ma voluminoze, kisha me thonë. Si ndodhi? Ka qenë paka shumë si në... Në telefon, apo drejt për drejt, apo si e gjete momentit? Në realisht kam qenë shumë keq ato 2-3 ditë e para. Muna me thonë që kom qajt 24 orë. S'kom ujtë më... Shumë e vështirë ka qenë. Edhe më bas 3 ditësh nëse nuk ga bëj, kom vendosmi... Nona e vrejke që diçka së është në regull, po unë pëtë kësi të regojsha, edhe një ditë kur zgjova ditën për me shku në punë, nanën e kam shumë të përkushtu me ndaj fejse dhe tash po t'ingëllon pak si histori kështu, po besomni që është fiks si që po e them, ka qenë t'u lexu Kuran, se si sot e mbaj me pranë dritarës, edhe me një moment ku më shpërthy, se s'kom mujtë mo, më ka pyet çka po ndodh, edhe mandej kom tregu që qështu jom diagnostiku me diabet, po ajo tregu shumë e fort, ndoshta edhe besimin Zot e ka ndihmu, edhe nuk është që ma ka shfaq, ndoshta se sigurisht që jam vigilant me ditë se sa shumë i komplekse, edhe pse s'ma ka shfaq, ndoshta në prezencë tem, unë i kom pa ato plasaritjet e syve, ato ka qenë lajm shumë i rëndë. Edhe besoj vetëm prind që janë të sprovum, edhe familjen në përgjithësi e din paka shumë si ndjen. Labu, ne kam këtu një letër. Ups. Labit nga nani dhe një zemër është. Nani i thu? Nani. Nuk e kam lexuar, është e mbyllur, po kam përshtypjen është një mesazh për ty dhe dua ta lexoj. Ta kisha dhënë ty me lexu, po s'di sa kishe... Se di sa muj. Sa kishe mund, sa ishe përmbajt. Prandaj,
po ta lexoj unë. Biri im i dashur, sot, kur ti flet për jetën tënde në intervist, unë dua të të them disa fjalë që i kam në zemër prej kohësh. Që ditën kur erdhe në këtë botë, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Ti më mësove çfarë do të thotë dashuri pa kushte. U rrite me ëndra të mëdha, me këmbgulje dhe me zemër të pastër. Gjithmonë kam qenë krenare për ty, por sot jam edhe më shumë. Viti kur u martove, ishte një nga vitet më të rëndësishme për ty. U gëzova pa fund se na zgjerove familjen tonë. Dhe po atë vit, morëm lajmin për diabetin, zemra ime u dridh e akoma më kujtohet qysh më ke tregu. Tu e mbajt një peshë të randë në zemrën tënde për sa e sa ditë. Tu mos mujt me më tregu. Atë ditë, Zoti na dërgoi forcën të dyve. Sinon, do doja të merrja unë çdo vështirësi tëndën. Por ti, na tregove forcën tënde. Nuk u dorëzove. E përballove me dinjitet, me kurajo dhe vazhdove përpara. Si gazetar, ti ke zgjedhur të tregosh historitë të tjerëve, por për mua historia jote është më e bukura. Historia e një djali që u bë burr i fortë, bashkëshort i përkushtuar dhe njeri me zemër të madhe. Dua ta dish se lidhja jonë është e shenjtë për mua. Asgjë nuk e ndryshon dashurinë time për ty. Jam gjithmonë pranë teje, në çdo hap, në çdo sfidë, në çdo gëzim. Të dua më shumë nga sa mund ta shpreh me fjalë dhe do t'jem gjithmonë nëna jote krenare. Me gjithë zemër, mami.